Maqedonia e Veriut gjendet në ndikimin e një sër valësh të lagësh të ajrit që vijnë nga Mesdheu. Nga sot deri të martën, më 11 nëntor, në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të ketë rreshje lokale shiu, të cilat her pas here do të jenë të dendura dhe të shoqëruara me bubullima. Po ashtu do të fryjë erë përforcuar, herë e fortë nga drejtimi jugor dhe juglindor me shpejtësi deri në 60 km/h. Edhe në Shkup dhe rrethin, gjatë kësaj periudhe do të ketë rreshje të her pas hershme shiu, të cilat në momente të caktuara do të jenë më të dendura e me mundësi për bubullima. Gjatë kësaj serie të valëve të lagësh të ajrore nga Mesdheu, lokalisht pritet të bien sasi të konsiderueshme të rreshjeve, mbi 30 litra shi për metër katror. Sa i përket temperaturave, ato nuk do të jenë shumë të ulta, do të qëndrojnë në rreth ose pak mbi mesataren për këtë periudhë të vitit dhe do të lëvizin në intervalin nga 11 deri në 18 gradë Celsius.